mendoj se termi ma i bukur për me u thënë është mosha e tretë. Do më thënë është një moshë e tretë, të dikush fillon ma herët, të dikush ma vonë, por me rëndësi është vetëm të adim se është një moshë. Kam lexuar dikun, nuk e dita shpak të ti reprodukoj saktësisht për një japonez i cili kishte filluar të shkruaj libra mbas moshës 70 vjeçare, edhe kishte bërë ma shumë se 20 punime të doktoraturës mbas edhe kishte mbri në moshën 103 vjeçare të bëhet edhe dirigent. Do me thanë, mund të merë një moment se një njeri mbas 70 vjetëve vendos me jetu një jetë që dikush nuk e ka jetu për 80 vjetët e para të jetës. Ka shumë kuriozitete në këtë, e gjitha lidhet me dëshirën për jetë dhe sekreti ma i madh i asaj që është ruajtja e asaj që është frymëzim, edhe që është ndjenja më e mirë në jetë, sepse të jesh i frymëzuar është të jesh i gjallë. Ku e gjen ti frymëzimin? Frymëzimi im vjen prej shumë faktorëve, por mas pari prej fëmijëve. Fëmijët janë frymëzimi i jetës, ata janë mësuesit tanë. Ne mendojmë se jemi mësuesit e tyre, deri kur vim në pikën kur e kuptojmë se ata janë mësuesit tanë. Sa bukur e the këtë. Po, ata janë mësuesit tanë dhe fëmijët janë frymëzim. Për ata që nuk domosdoshmërisht janë, si të them, nuk e kanë arritur këtë dhuratë në jetën e tyre ende ose nuk planifikojnë ta kenë, ka shumë gjëra të tjera. Ka njerëz që merren me hobi të lloj-llojshme, me metoda të mësimit të ndryshme, me akte të sporteve të ndryshme, edhe të gjitha ato që e plotësojnë njeriun, që i japin përmbushje, janë forma të frymëzimit. Ndërsa ne po mbesim tek fëmijët, me qenë se për ju kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë frymëzimi më i madh. Dhe e thatë shumë bukur këtë që në fakt ata janë mësuesit më të mirë për prindrit dhe shpesh herë din t'i lëm prindrit edhe pa përgjigje. Cila mund të ketë qenë një nga pyetjet më të vështira, më komplekse, të cilat ndoshta edhe nuk i keni dhënë përgjigje ose i ndjerë në siklet që ta bënim, qoftë prej fjollës apo edhe fatit? Po, fati dhe fjolla janë dy njerëz që më kanë bërë pyetjet më të vështira, të cilat unë shpesh herë i kam kërkuar edhe të tjerët, se vetë nuk kam qenë në gjendje të përgjigjem. Po në moshën 4 vjeçë gjysëm, po e specifikoj gjysëm se në atë moshë është shumë dallimi i madh gjysëm viti, fati ma ka bërë një pyetje prej një familje që nuk i kemi edukuar fëmijët në frymën